Unë kam marrë sot në mëngjes një informacion indirekt për një fëmijë i cili thua që është gjetur i vdekur në shtëpi dhe ka ardhur për t'ju bërë autopsinë. Indirekt neve u interesuam. Kur ky fëmijë, nëse ka qenë i vizituar këtu ke ne dhe kur ka qenë i vizituar ke ne. Dhe rezultoi që fëmija ka qenë i vizituar këtu ke ne më datën 14 në orën 23. Sipas shënimit në kartel, është bërë aty me një gjendje bronkioliti, që të thotë një inflamacion i lehtë i rrugëve respiratore. Në kontakt pasaj që është bërë edhe me ky është shënimi në kartel, i është bërë ajo që neve i quajmë një aerozol, do të thotë, për shkak se fëmija kishte rrugët e sipërme hundët me pak sekrecione, pra të zëna me sekrecione, i është bërë një aerozol pastrimi hunde për ta liruar fëmin. Nga kontakti që është marrë me mjekën që ka qenë në shërbim dhe me personelin që ka qenë në shërbim, rezulton që fëmija në këto momente që ka ardhur ka qenë me gjendje të mirë, pa temperaturë, me përjashtim pak zigrindur dhe me rrugët të sipërme pak të bllokuara me sekrecionet. Kjo ka qenë dhe arsyeja që mjekja pasi e ka vizituar nuk ka konstatuar asnjë shqetësim tjetër, pasi është bërë dhe aerozoli që thash, ka fol me familjarët që fëmija të kthehet në familje dhe të maj kontakt ditën e dytë dhe në vazhdim me mjekun e familjes. Njësia është gjithmonë para të papriturave. Por nuk mendoj që shkaku të ketë qenë viroza, asnjëherë nuk ndodh, që një viroz të çojë në vdekje. Mund të ndodhë një gjë e tillë kur raste tepër të rënda, por do ishte gjendje e rëndë dhe fëmijës, të ishte interesuar sistemi respirator, fjala vjen pjesa komplet pulmoni, komplet mushkëria, ato që ne quajmë bronkopneumoni, dhe këto janë gjëra të rënda, por këto kanë shenja komplet kundërta me ato që ka pas fëmija në hyrje. Dhe neve po presim përgjigjen e anatomopatologjike pra të anatomopatologut për të parë nëse si qëndron e vërteta.